qysh kështu mujt na mu siguru, kur vetë shteti jonë dhurën shumë dhunda njëve. Për shembull, na pas edhe para 2-3 javë një ligjeratë në shkollë, edhe me fillimin e ligjeratës, e këna pas ligjeratën me polic, edhe me fillimin e ligjeratës, polic të nga bërti të nga thonë, rëni orë t'ju qëna në sotë qëna në ne, edhe që ajo është një farë dhune. Na nuk imi të sigur të kërë kina që ato që të dhe. Si në shkollë, si në rrugë, si gjithë të. Faleminderit për komentin, po besoj që ta adreson në drejtoria. Pyetja e parë është që si pritni ju që ne jemi të sigurt nëse vetë në institucione përdoret dhunë. Fatkeqësisht realiteti është i tillë, pra është i hidhur. Unë nuk mundem që me mohu këtë, sepse e kemi parë të gjithë që edhe në institucione fatkeqësisht edhe në këtë vend ku jemi sot ka pasur dhunë, pra është përdorur dhunë. Dhe mendoj që ka raste ku politikanët nuk janë shembulli më i mirë që duhet ta ndjekim. Prandaj ju ftoj që sa herë të kemi raste të tilla që ata të mos jenë asnjëherë shembull i mirë që duhet t'i ndjekim. Por qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë thënë në vazhdimsi, e kanë fuqinë. Në moshën 18 vjeçare e fiton të drejtën e votës dhe pastaj qytetarët, politikanët e papërgjithshëm dhe që përdorin dhunë i ndëshkojnë me votë. Pra kjo është fuqia që ka populli. Është e vërtetë ne nuk mundemi me kontrollu gjithmonë se çka bëjnë të rriturit. Prandaj edhe ekzistojnë ligjet fuqi. Ne mundemi me kontrollu se çka bëjnë vetë. Prandaj është e rëndësishme që secili prej nesh me kontrollu vetën, në mënyrë që të mos jetë i dhunshëm, sepse të qenit i dhunshëm konsideroj që nuk mund t'i ndreqë pa drejtësi, por vetëm i vazhdon ato. Prandaj edhe një herë, sa herë ka raste të tilla, duhet që t'i adresojmë, e përgjegjësinë për këtë e kanë edhe institucionet e drejtësisë. Institucionet e drejtësisë e kanë adresuar edhe dhunën që ka ndodhur në kuvend, ndonse për bindjen time jo në formën që është dashur që të adresojnë. Por edhe një herë, po edhe politikanët janë njerëz, mund të gabojnë, por ju lutem që mos t'i ndiqni si shembull nëse nuk duhet.